Të nderuar vëllezër dhe motra, besimi në ringjalljen pas vdekjes dhe në botën e përtejme është nga kushtet parasore të besimit, mbi të cilët ndërtohet i gjithë sistemi i normave të moralit në fenë islame. Pothuajse nuk ka faqe në Kur'anin famlar që në të mos flitet për llogarinë, për ringjalljen, për ditën e fundit, për dënimin dhe për shpërblimin, për xhenetin dhe xhehenemin, tema të cilat i përkasin besimit në botën e përtejme, besimit në ahiret. Sot, më shumë se kur, kemi nevojë të flasim rreth kësaj teme. Kemi nevojë të lexojmë dhe të hulumtojmë rreth kësaj teme. Sepse po bëhen sulme të çuditshme rreth besimit të njerëzit, e sidomos për sa i përket besimit në botën e përtejme. Kemi nevojë sepse edhe ndoshta dhe njerëz që vinë në xhami kanë dyshime në lidhje me këtë çështje, ose në rastin më të mirë ata të cilët besojnë, jetën e kanë ndërtuar sikur ahireti dhe bota e përtejme nuk do të vijë asnjëherë. Kjo çështje është e rëndësishme, sepse besimi në ahiret është një dinamik e veçantë, e cila i stimulon besimtarin për bërë punë të mira dhe stimulon atë që të privohet nga punët e këqija. Sepse ai i cili beson tek shpërblimi në botën tjetër dhe tek llogaria që do t'ja përpara Zotit të gjithësisë, tregohet i kujdesshëm se si i ndërton punët në këtë dunja, se si i ndërton marrëdhëniet me njerëzit rreth rrotullesh. Kjo çështje është delikate, sepse besimi në ahiret, në ringjallje, është nga besimet e gajbit, është nga gjërat e fshehta. Dhe shpeshherë mendja e njeriu e ka të vështirë ti perceptojë, ti pranojë ato gjëra të cilat e tejkalojnë ndoshta fuqinë e tij të mendimit. Dhe kur njeriu përballet me raste të tilla, e shikon si të pamundur realizimin e asaj gjëje dhe shpeshherë shtyhet drejt mohimit. Prandaj në Kur'anin famlar ku është folur rreth kësaj teme, është vendosur theksi tek forca dhe fuqia e krijuesit. Është vendosur theksi se Allahu Xhelal është i plot fuqishëm, është ai që ka krijuar çdo gjë. Dhe në Kur'an jepen argumente logjike, duke sjell shembuj konkret, dhe i bëhet thirrje besimtarit që të meditojë rreth tyre, ta forcojë besimin tek ringjallja, besimin tek ahireti. Tham që është e vështirë, dhe prandaj dëgjojmë shpeshherë fjalë tragjikomike nga njerëzit. Kush e ka parë, kush ka qenë dhe është kthyer, e shumë pretendime të tjera që në fakt nuk janë të reja. Gjatë gjithë historisë, edhe në shembullin e profetit alayhi salatu selam, ka pas persona të cilët janë përpjekur që ta hedhin poshtë çështjen e besimit tek ringjallja. E më poshtë do të përpiqemi të paraqesim disa argumente, disa shembuj, të cilat ne ka dhënë Kurani famlar. E pastaj do të përpiqemi të ilustrojmë me shembuj konkret, me shembuj ndoshta edhe më thjesht që ngelen në mendjen e njeriu, më kollaj. Tregohet në librat e historisë se një ditë një nga mohuesit shkoi i tha Aliut radiallahu anhu, për ta tronditur atë, për t'ia tronditur këtë themel të besimit. Tha Ali, ju punoni kaq shumë dhe shpresoni për botën e përjetshme. Shpresoni për shpërblimin në ahiret. E tha, po sikur mos ketë. Ali radiallahu anhu i tha, edhe sikur mos ketë, unë nuk humbas asgjë nga gjërat që bëj. Sepse Islami më mëson si të kem një jetë të shëndosh familjare, si të kem një jetë të shëndosh shoqërore, si të shkoj mirë me njerëzit rreth rrot. Më mëson se si të i përballoj vështirësitë. Më privon nga gjëra që ma dëmtojnë shëndetin, më mëson se si të kem një jetë më të mirë nga ana e shëndetit. E këto gjitha janë të dobishme për mua. Për sa i përket kënaqësive të dunjas, ai rrethi halallit që më është vizuar mua është i mjaftueshëm për të shijuar ata. Po ktheje nga krau tjetër, po sikur të ekzistojë, ti çfarë do të humbasësh?
ti humbet përjetësinë. E unë nuk kam dyshim se njeriu pas kësaj bote e pret një botë tjetër e përjetshme. Allahu Xhelal në ajetet e fundit të surës Yasin sjell shembuj më të vërtet shumë të bukur. Një ditë transmeton Abdullah bin Abbasi radiallahu anhu, thot një ditë njëri nga idhujtarët e Mekës, As bin Wail, merr një kock të kalbur, shkon përpara profetit alayhi salatu selam, e thërmon atë dhe ja hedh përpara dhe i thot, edhe këtë kock do ta krijoj Zoti yt. Profeti alayhi salatu selam i përgjigjet, "Naam, yabathullahu hadha, thumma yumituka, thumma yuhyika, thumma yudkhiluka nara jahannam." Po, Allahu Xhelal do ta krijoj këtë përsëri. E pastaj do të bëj ty që të vdesësh, do të ringjall përsëri e do të futesh në zjarrin e xhenemit për shkak të mohimit që i bën njërës për çështjeve më të rëndësishme të besimit. Kjo ngjarje është sebebi nuzul, arsyeja pse Allahu Xhelal ka zbritur këtë ajet nga Kurani famlar. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. A nuk e shikon njeriu se ne kemi krijuar atë nga një pikë ujë e pastaj u bë armik i hapur ndaj nesh. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. E na solli në një shembull, e harroi krijimin, e tha kush do t'i ringjall këto kockat e kalbura e të thërmuara. Dhe i përgjigjet Zoti i gjithësisë, Kul yuhiya alladhi anshaha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Thuaj, do t'i ringjall ai i cili i ka krijuar herën e parë. Me të vërtetë që i din të gjithë krijesat, i din të gjitha llojet e krijimit. Pra i cili ka fuqinë ta krijojë diçka nga e paqena, e ka shumë më të lehtë ta rikrijojë atë. Le të japim një shembull. Qofse një inxhinier projekton një makineri, e prodhon atë, e pastaj vendos se këtë makineri ta shpërbëj në copa të vogla. A mund thuhet se ky inxhinier nuk e ka aftësinë që t'i bashkojë këto copa dhe ta formojë, ta prodhojë prapë atë makineri? Ai që e ka bërë herë, e bën prapë. Kur kjo është për fuqinë njerëzore, se njeriu e ka mendjen e kufizuar, e ka aftësinë e kufizuar, e ka forcën e kufizuar. E si mund të jetë e pamundur për fuqinë hyjnore, për forcën e Allahu Xhelal, që të mos e rikrijoj një njerëz të cilin e ka krijuar për herë të parë. Ta nxjerrësh diçka në ekzistencë, flas nga ana e logjikës njerëzore, është shumë herë më e vështirë se sa ta riprodhosh atë. Edhe fabrikat prodhon herë prototipin, pastaj pasi e kanë atë prodhimin e parë, prodhimin seri e kanë shumë më të lehtë, shumë më të kollajt. E Allahu Xhelal, i cili e ka nxjerrë qenjen nga hiqja në ekzistencë, ai i cili drejton të gjithë gjallësat dhe krijesat që gjenden në gjithësi, e ka shumë më të lehtë e më të kollajt që njeriu pasi e ka krijuar ta rikrijojë atë përsëri. Vjen shembulli i dytë. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Ai i cili nga pemë e gjelbër ka krijuar zjarrin, me anë të së cilës ju ndiqni zjarrin. Normalisht zjarri është diçka e thellë që heq jetën, ndërsa ai që është e gjelbër është e njom. Edhe njoma nuk digjet kollaj. Në komentimin e këtij tefsiri thot Zoti i gjithësisë se janë dy lloj pemësh në Arabinë Saudite, Makhr dhe Afar, kur degët e tyre fërkohen del zjarri, ndizet zjarri. Kanë këtë lloj veçorie. Dhe Allahu Xhelal thotë, shikoni forcën e Zotit. Nga dy gjëra të cilat janë të kundërta me njëri tjetrin, nga e gjelbra nxjerr zjarrin. Allahu bën atë të mundur, sepse fuqia e tij mjafton për çdo gjë. Dhe vazhdon ajeti, "Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa khallaqul alim." A nuk ka forcën ai që ka krijuar qiellin dhe tokën që të krijojë po të njëjtin si ata? Me të vërtetë që ai është i çditshmi, është krijuesi.
ai cili ndërton një gjë më të madhe, gjë komplekse, si qielli dhe toka, ai cili krijon të gjithë gjallësat që gjenden ta, siguron furnizimin për ta, siguron mbarvajtjen e rregullt në tokë, nuk lën asnjë boshnik. Dhe zëvendëson herë pas here, kohë pas kohe, krijesat dhe gjallësat që gjenden në tokë, pa pasur çrregullime. A nuk mundet që njeriu i cili është vetëm një nga këto krijesa ta ringjallë përsëri? Thot Imam Gazaliu bazuar në këtë ajet. Imagjinoni një arkitekt i cili ndërton një pallat të mrekullueshëm. E stolis me detaje të mrekullueshme. Ndërton kopshte shumë bukura, vendos llampadar shumë të mëdhej. E ndriçon në mënyrën më perfekte. A mund të thuhet se ky arkitekt nuk ka forcën dhe fuqinë të ndërtojë një kolibë të vogël? E Allahu Xhelal që e ka ndërtuar, e ka krijuar qiellin dhe tokën dhe çdo gjë që gjenden ta, me të vërtetë që e ka forcën dhe fuqinë që ta rikrijojë njeriu. Dhe thot Kurani famlar, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun. Me të vërtetë që krijimi i qiellit dhe tokës është diçka më delikate, më e madhe se krijimi i njerëzve. Por shumica e njerëzve nuk e dinë dhe nuk meditojnë rreth kësaj gjëje. Thashë Allahu Xhelal çdo ditë në jetën tonë jep shembull nga rikrijimi. Fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Wa inna dhalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shikoni shenjat e mëshirës së Zotit, se si e ringjall tokën pas vdekjes së saj. E shikon në dimër, një pjesë e luleve janë të vdekura, një pjesë e pemëve janë të zhveshura. Dhe bota duket, sidomos gjallësat dhe bimët, sikur ka mbaruar çdo gjë. Por vjen pranvera, sjell Allahu Xhelal bereqetin dhe shiun. E pastaj nga ato faret dalin filizat. Dalin lule të veshura bukur, me ngjyra të ndryshme. Dhe ndodh rikrijimi përsëri, pa pas ngatresa. Pra, çfarë fruti ka pas dhënë në vjesht, atë lule nxjerr pranverë, atë frut do ta jap prap gjatë verës edhe gjatë vjeshtës. E këto janë të gjithë shembuj që Zoti i gjithësisë na i përsërit përpara syve, që ne ta kuptojmë ringjalljen, që ne ta kuptojmë se me të vërtetë pas kësaj bote ka një botë tjetër. Dhe kjo është shumë esenciale, shumë e rëndësishme për besimin dhe për jetën e besimtarit. Qofse ne do të jetonim sikur ky është momenti i fundit që jetojmë në dunja dhe do të ikim në ahiret, qofse ne do të jetonim me vetdijen se jeta e dunjas është kalimtare, jeta e vërtetë që vlen të punohet për të është jeta e ahiretit, besoj se shumë gjëra tona do të ishin më ndryshe. Qofse do ta falim namazin si namazin e fundit, qofse do të silleshim me njerëzit e familjes sikur të ishte hera e fundit që takoheshim me ta. Qofse do t'i ndërtonim marrëdhëniet e dunjas sikur ishin gjërat e fundit që do të bënim këtë botë dhe do të kalonim në ahiret, atëherë edhe jeta jonë shpirtërore, edhe jeta jonë familjare, edhe jeta jonë shoqërore do të ishte shumë herë më e mirë. Unë lut Allahun Xhelal që të na jap një besim të palëkundur tek ekzistenca e botës tjetër. E lut Allahun Xhelal që çdo marrëdhënien tonë në këtë dunja ta ndërtojmë mbi këtë vetdije dhe lut Zotin e gjithësisë siç na ka mbledhur këtu, na mbledh në xhenetet e larta bashkë me njerëzit tonë të dashur.